Përshëndetje, ky është horoskopi për muajin prill 2026 për shenjën e Dashit. Në fillim të muajit do të ndjesh diçka ndryshe. Nuk është thjesht një energji, por një zjarr brenda teje që nuk të lë të rrish në një vend. Do fillosh të mendosh më ndryshe. Pse po rri këtu? Pse po pres? Pse mos ta bëj tani? Dhe ja ku vjen ndryshimi i parë. Ti nuk do durosh më gjëra që nuk kanë të bëjnë me ty dhe gjithashtu nuk të bëjnë mirë. Njerëz, situata, punë, gjithçka që të mban poshtë, do të fillosh ta shtysh larg. Kjo është një rilindje, jo e lehtë, por e vërtetë. Dashuria, ose gjithçka, ose asgjë. Në fillim të prillit, vjen një moment i fortë në zemër. Nëse je në lidhje, do të përballesh me të vërteta që i ke shtyrë prej kohësh. Nuk ka më do shohim, tani duhet një vendim. Ose do afrohesh më shumë se kur, ose do mbyllet një derë përfundimisht. Por nëse ti je vetëm, do lodhesh nga gjërat sipërfaqësore. Nuk do duash më lojra. Do kërkosh dikë të fortë, dikë që nuk trembet nga ty, dikë që të qëndron në krah, jo vetëm fjalë. Dhe po, mund të vijë dikush që të trondit zemrën. Mesi i muajit, fuqia dhe prova. Nga data 9 e tutje, energjia rritet fort. Do ndihesh më i guximshëm, më i drejtpërdrejtë, më i rrezikshëm për ata që të nënvlerësojnë. Por kujdes rreth datës 12. Do kesh një moment lodhje sikur po humb drejtimin. Por mos u tremb, nuk është dështim, është thjesht një pauzë e shkurtër përpara shpërthimit. Rreth datës 14, një lajm, një mesazh, një bisedë, diçka që do të hap syt. Do kuptosh se ku gabon dhe ku duhet të fokusohesh. 17 prilli, fillim i ri. Kjo është pika më e fortë e muajit. Një risit i vërtet. Këtu, ti do vendosësh për veten. Do të ndryshosh diçka konkrete dhe mund të fillosh një rrugë të re. Mund të jetë ndryshim në pamje, vendim për jetën apo një hap që e kishe frikë. Mos pyet askënd, bëje. 19 prill, sfidë emocionale. Këtu do të testohesh. Mund të ndjesh pak lodhje, ndoshta zhgënjim ose një pengesë që të nervozon. Por kjo është shumë e rëndësishme. Nuk është për të ndalur, është për të forcuar. Nëse kalon këtë moment pa u dorëzuar, do dalësh shumë herë më i fortë. Paratë, surpriza dhe kujdes. Pas datës 19, mendja jote shkon tek lekët. Do mendosh si të fitosh më shumë, si të ndryshosh drejtim dhe si të jetosh më mirë. Rreth datës 23, bëj kujdes shumë. Mund të ndodhë diçka që ti nuk e ke menduar. Ndoshta një shpenzim i paparashikuar apo humbje parash. Këshill, mos bli gjëra kot, mos merr vendime me nxitim dhe mendo 2 herë. Fundi i muajit. Mendje re, rrugë e re. Ditët e fundit të prillit janë si dritë pas stuhisë. Do të ndihesh më i lirë, më i hapur, më i guximshëm për ide të reja. Mund të vendosësh të fillosh diçka të re, të mësosh diçka dhe të ndjekësh një ide që të dukej e çmendur dhe këtu është sekreti. Ajo ide e çmendur mund të jetë rruga jote e vërtetë. Mbyllje dhe mesazh për dashin. Ky prill nuk është për të gjithë, është për ata që nuk kanë frikë të ndryshojnë, nuk durojnë më gjëra të vjetra, duan të bëhen versioni tyre më i fortë. Ti nuk je këtu për të qenë si të tjerat, ti je këtu për të udhëhequr, dhe ky muaj është fillimi i historisë tënde të re. Suksese dashi, ju urojmë një muaj të mbar, fat në dashuri, suksese në punë dhe një shëndet sa më të mirë.